Për dekada me radhë, emri i Nexhmije Hoxhës ka qenë i lidhur ngushtë me një nga periudhat më të diskutueshme të historisë së Shqipërisë. Për disa, ajo ishte gruaja që qëndroi gjithmonë në krah të Enver Hoxhës. Për të tjerë, një figurë me ndikim të madh në aparatin politik të regjimit komunist. Por pas imazhit zyrtar fshihej një botë vendimesh, konfliktesh dhe sekretesh që vazhdojnë të ngjallin debat edhe sot. A kishte Nexhmije Hoxha më shumë pushtet se sa pranohej publikisht? Çfarë roli luajti ajo në vitet më të vështira të regjimit? Dhe cili është sekreti i errët për të cilin flitet ende në dokumente, dëshmi dhe kujtime të kohës? Në këtë video do të shqyrtojmë faktet historike, dëshmitë dhe pretendimet më të njohura rreth rolit të saj në udhëheqjen komuniste, duke bërë dallimin mes asaj që është dokumentuar dhe asaj që mbetet objekt debatesh. Historia që do të dëgjoni është shumë më komplekse se sa duket në shikim të parë. Fillimi i rrugëtimit të Nexhmije Hoxhës. Për të kuptuar pse Nexhmije Hoxha mbetet një nga figurat më të debatueshme të historisë shqiptare, duhet të kthehemi shumë vite pas, në fillimet e jetës së saj. Ajo lindi në vitin 1921 në manastir, dhe që në moshë të re, u përfshi në lëvizje politike që po fitonin terren në Shqipërinë e kohës. Gjatë luftës së dytë botërore u bë pjesë e lëvizjes komuniste, ku njohu edhe Enver Hoxhën. Marrëdhënia e tyre u forcua gjatë viteve të luftës dhe më pas u kurorëzua me martesë. Pas ardhjes në pushtet të komunistëve në vitin 1944, Nexhmije Hoxha nuk mbeti vetëm bashkëshortja e udhëheqësit. Ajo ndërtoi një karrierë të rëndësishme politike, duke mbajtur poste të ndryshme në strukturat e Partisë së Punës së Shqipërisë. Për shumë vite drejtoi Institutin e Studimeve Marksiste-Leniniste, një institucion me ndikim në përgatitjen ideologjike të regjimit dhe në interpretimin zyrtar të historisë. Në publik, figura e saj paraqitej si simboli i besnikërisë ndaj partisë dhe revolucionit. Mediat shtetërore e portretizonin si një intelektuale të përkushtuar, ndërsa çdo aktivitet i saj shoqërohej me propagandë që forconte kultin e udhëheqjes. Megjithatë, pas dyerve të mbyllura qarkullonin shumë zëra se ndikimi i saj ishte shumë më i madh se sa pranohej zyrtarisht. Disa ish funksionarë dhe studiues kanë pretenduar se Nexhmije Hoxha merrte pjesë në diskutime të rëndësishme politike dhe kishte akses të drejtpërdrejtë te vendimarrja e nivelit më të lartë. Nga ana tjetër, dokumentet publike nuk tregojnë se ajo kishte kompetenca formale mbi organet e sigurisë apo mbi vendimet shtetërore për te funksioneve që mbante. Kjo dallon mes asaj që është dokumentuar dhe asaj që mbetet pjesë e debateve historike. Një element që vazhdon të ngjall diskutime është roli i saj në ruajtjen dhe përhapjen e ideologjisë zyrtare. Në institucionin që drejtonte hartoheshin botime, studime dhe materiale që përforconin versionin e regjimit mbi historinë e Shqipërisë. Kritikët argumentojnë se ky rol ndikoi në kontrollin e informacionit dhe në ndërtimin e kultit të personalitetit rreth Enver Hoxhës, ndërsa mbështetësit e regjimit e kanë konsideruar këtë si pjesë të detyrave të saj politike. Kështu nisi të ndërtohej reputacioni i Nexhmije Hoxhës, jo vetëm si bashkëshortja e njeriut më të fuqishëm në vend, por edhe si një figurë me ndikim në jetën politike dhe ideologjike të Shqipërisë komuniste. Pikërisht ky perceptim do të ushente më vonë shumë nga debatet dhe akuzat që do ta ndiqnin edhe pas rënies së regjimit. Rënia e regjimit dhe përballja me drejtësinë. Viti 1990 shënoi fillimin e fundit të regjimit komunist në Shqipëri. Protestat studentore, ndryshimet politike në Europën lindore dhe presioni në rritje nga shoqëria shqiptare sollën rrëzimin e sistemit që kishte sunduar vendin për gati 5 dekada. Me ndryshimin e pushtetit, shumë prej figurave kryesore të regjimit u vunë në nënhetim, dhe mes tyre ishte edhe Nexhmije Hoxha. Në fillim të viteve 1990, autoritetet shqiptare nisën hetime për disa ish zyrtar të lartë të regjimit. Nexhmije Hoxha u arrestua dhe më pas u dënua për shpërdorim fonde shtetërore. Akuza që lidhe me përdorimin e pasurisë publike gjatë kohës kur mbante funksione shtetërore. Ky dënim nuk lidhej drejtpërdrejt me krimet politike të regjimit, por procesi gjyqësor u ndoq me interes të madh nga publiku, pasi ajo konsiderohej një nga figurat më të rëndësishme të elitës komuniste. Gjatë gjykimit, Nexhmije Hoxha këmbënguli se ishte viktimë e një hakmarrjeje politike. Ajo mohoi të kishte përfituar në mënyrë të paligjshme nga fonde shtetërore dhe deklaroi se kishte vepruar gjithmonë në përputhje me ligjet dhe rregullat e kohës. Mbështetësit e saj argumentonin se procesi kishte motive politike, ndërsa kritikët e shihnin atë si një hap simbolik drejt kërkimit të përgjegjësisë për figurat e regjimit.
Edhe pas lirimit nga burgu, Nexhmie Hoxha vazhdoi të mbrojë publikisht figurën e Enver Hoxhës dhe sistemin komunist. Në intervista, libra dhe deklarata, ajo argumentoi se regjimi kishte sjellë zhvillim në arsim, shëndetësi dhe industrializim, ndërsa minimizoi ose kundërshtoi akuzat për represion sistematik. Këto qëndrime u kritikuan ashpër nga ishte përndjekurit politik dhe nga shumë historian, të cilët theksuan vuajtjet e mira njerëzve gjatë asaj periudhe. Pikërisht këtu qëndron edhe arsyeja pse figura e saj mbetet kaq e debatueshme. Për një pjesë të shqiptarëve, ajo ishte bashkëpërgjegjëse morale për një sistem që kufizoi liritë themelore dhe shkaktoi persekutime. Për të tjerë, ajo ishte një funksionare që mbrojti bindjet e saj deri në fund dhe që u gjykua në një periudhë të trazuar politike. Edhe sot, dekada pas përfundimit të regjimit komunist, emri i Nexhmie Hoxhës vazhdon të zgjojë emocione të forta. Arkivat, dëshmitë dhe studimet historike vazhdojnë të analizohen, ndërsa debati mbi rolin e saj mbetet i hapur. Kjo tregon se historia nuk është vetëm një rrëfim i së kaluarës, por edhe një përballje vazhdueshme me mënyrën se si një shoqëri zgjedh të kujtojë të shkuarën e saj. Trashëgimia e debatueshme dhe pyetjet që mbeten pa përgjigje. Pas daljes nga burgu, Nexhmie Hoxha jetoi larg pushtetit politik, por kur larg vëmendjes së publikut. Çdo intervistë, deklarat apo libër i saj rikthente në qendër të debatit periudhën komuniste dhe rolin që ajo kishte luajtur gjatë atyre dekadave. Ajo vazhdoi të mbrojë figurën e Enver Hoxhës dhe të argumentoi se shumë nga kritikat ndaj regjimit ishin të egzageruara ose të motivuara politikisht. Në të njëjtën kohë, organizatat e ishte përndjekurve politik, studiues të historisë dhe familjar të viktimave vazhduan të kërkonin një ballafaqim më të plot me të kaluarën. Ata argumentonin se sistemi komunist shkaktoi burgosje, internime dhe shkelje të rënda të drejtave të njeriut, dhe se figurat kryesore të regjimit, përfshirë Nexhmie Hoxhën, banin përgjegjësi politike dhe morale për atë periudhë. Këto qëndrime janë mbështetur nga një numër i madh studimesh dhe dokumentesh historike, megjithse vlerësimet mbi përgjegjësinë individuale vazhdojnë të debatohen. Një nga pyetjet që vazhdon të ngrihet është se sa ndikim real kishte ajo në vendimet më të rëndësishme të shtetit. Disa ish funksionar kanë pretenduar se mendimi i saj kishte peshë të madhe në rrethin e ngushtë të udhëheqjes. Të tjerë kanë argumentuar se vendimet kryesore merreshin nga struktura drejtuese të Partisë së Punës dhe se nuk ka prova të mjaftueshme për të përcaktuar rolin e saj në çdo vendim specifik. Për këtë arsye, historianët dallojnë mes fakteve të dokumentuara dhe pretendimeve që nuk janë vërtetuar plotësisht. Përtej debateve politike, figura e Nexhmie Hoxhës mbetet e lidhur ngushtë me një periudhë që vazhdon të ndikojë shoqërinë shqiptare edhe sot. Çështje si hapja e plotë e arkivave, dokumentimi i krimeve të komunizmit dhe mënyra se si duhet të mësohet historia në shkolla vazhdojnë të jenë tema të rëndësishme në diskursin publik. Prandaj, kur flitet për sekretin e errët të Nexhmie Hoxhës, nuk bëhet fjalë për një zbulim të vetëm misterioz, por për misterin që ende rrethon nivelin e saktë të ndikimit të saj në një nga regjimet më të izoluara të Europës. Disa përgjigje gjenden në dokumentet historike, ndërsa të tjera mbeten objekt kërkimi dhe debati. Ajo që është e padiskutueshme është se emri i saj do të mbetet përgjithmonë pjesë e një kapitulli të rëndësishëm dhe të dhimbshëm të historisë së Shqipërisë. Vitet e fundit dhe trashëgimia që vazhdon të ndajë shqiptarët. Edhe pasi u tërhoq nga jeta aktive politike, Nexhmie Hoxha mbeti një figurë që tërhiqte vëmendjen e mediave dhe opinionit publik. Çdo intervistë e saj analizoi me kujdes, sepse ishte një nga njerëzit e fundit që kishte qenë në qendër të pushtetit komunist shqiptar. Ajo nuk ndryshoi kurrë qëndrimin e saj ndaj së kaluarës. Në deklaratat publike vazhdoi të mbronte Enver Hoxhën dhe të argumentonte se shumë nga vendimet e regjimit ishin marrë në rrethana të vështira ndërkombëtare. Këto deklarata shkaktuan reagime të forta. Ishte përndjekurit politik dhe familjet e viktimave i konsideruan si mungesë pendese për vuajtje që kishte përjetuar një pjesë e madhe e shoqërisë shqiptare. Ndërkohë, historianët kanë theksuar se studimi i kësaj periudhe duhet të mbështetet mbi dokumente arkivore, dëshmi të verifikuara dhe analiza shkencore, duke dalluar faktet nga interpretimet personale. Një nga debatet më të mëdha lidhet me pyetjen nëse Nexhmie Hoxha ishte thjesht një bashkëpunëtore e afërt e udhëheqësit apo një figurë që ushtronte ndikim të drejtpërdrejt në vendimarrje. Deri më sot nuk ka prova që t'i japi një përgjigje përfundimtare kësaj çështjeje. Megjithatë, është e padiskutueshme se ajo ishte pjesë e rrethit më të ngushtë të pushtetit dhe mbajti poste të rëndësishme në aparatin ideologjik të shtetit.
Kur Nexhmie Hoxha ndëroi jetë në vitin 2020, reagimet në Shqipëri ishin të ndara. Disa e kujtuan si një figurë historike të regjimit komunist, ndërsa të tjerë e konsideruan simbol të një sistemi që la pas mira viktima, internime dhe kufizime të lirive themelore. Kjo ndarje e opinionit publik tregon se plagët e së kaluarës ende nuk janë mbyllur plotësisht. Prandaj, sekreti i errët që përmendet shpesh nuk është domosdoshmërisht një dokument i fshehtë apo një zbulim i vetëm. Ai lidhet me pyetjen që vazhdon të shtrohet edhe sot. Sa i madh ishte në të vërtetë ndikimi i Nexhmie Hoxhës në funksionimin e regjimit komunist? Derisa të dalin prova të reja historike, kjo pyetje do të mbetet pjesë e debatit mbi një nga periudhat më të diskutueshme të historisë së Shqipërisë. Historia e Nexhmie Hoxhës vazhdon të ngjallë debat edhe shumë vite pas përfundimit të regjimit komunist. Për disa, ajo mbetet një figurë që besoi deri në fund në idealet që përfaqësonte. Për të tjerë, ajo është një simbol i një sistemi që la pas një trashëgimi të rëndë me burgime politike, internime, censur dhe izolim të vendit. Ajo që e bën këtë histori kaq të veçantë është fakti se ende sot arkivat vazhdojnë të studiohen dhe historianët përpiqen të rindërtojnë me saktësi mënyrën se si merreshin vendimet në nivelet më të larta të pushtetit. Disa pyetje kanë marrë përgjigje fal dokumenteve të publikuara, ndërsa të tjera mbeten ende të hapura. Pikërisht për këtë arsye, çdo pretendim duhet parë me kujdes dhe mbështetur te faktet historike. Pavarësisht këndvështrimeve të ndryshme, një e vërtet mbetet e padiskutueshme. Nexhmie Hoxha ishte një nga figurat më me ndikim të elitës komuniste shqiptare, dhe emri i saj është i lidhur ngushtë me një periudhë që ndryshoi rrjedhën e historisë së vendit. Roli i saj, si drejtues politik dhe si bashkëshortja e Enver Hoxhës, e bën atë një personazh që vazhdon të studiohet dhe të diskutohet edhe sot. Historia nuk duhet parë vetëm si një listë datash apo emrash. Ajo është një kujtesë e pasojave që mund të ketë përqendrimi i pushtetit, mungesa e pluralizmit dhe kufizimi i lirive themelore. Duke studiuar të kaluar me ndeshmëri dhe duke u mbështetur në prova, shoqëria ka mundësi të kuptojë më mirë gabimet e saj dhe të ndërtojë një të ardhme më demokratike. Faleminderit që qëndruat deri në fund të kësaj videoje. Nëse ju pëlqeu kjo analizë historike, mos harroni të bëni like, të abonoheni në kanal dhe të aktivizoni njoftimet për video të tjera mbi figurat më të diskutueshme dhe ngjarjet që kanë formsuar historinë e Shqipërisë. Gjithashtu, na shkruani në komente mendimin tuaj. A mendoni se roli i Nexhmie Hoxhës është kuptuar plotësisht nga historia, apo ende ka fakte që presin të zbulohen?